Si që ceke porzit, familja Jashari, dhe më thonë njojnit Prekazit, unë zakonisht edhe në podcast, këto po edhe kur kum punu derisa, kur kum po shkurtesa, kum insistu që hoxhallar kur flasin për vlerat e familjes Jashari, për Ademin, për Homzën, mi spikat. Dhe më thonë, pse kjo ndodh? Kjo ndodh sepse gjithmonë hoxhallar flasin derse ligjërata për ndodhirat që kanë ndodhur në kohën e pejgamberit, që okej është, shumë mirë, në kohën e sahabëve, në kohën e tabiinëve, këtë okej. Mirë po ndodh që vinë dokumente dhe mirë be çka është kjo puna juve, veç për arab, folni veç për as ka dhe një shembull. Ç'e shembulli? Ka shembull edhe në kohë të sotit, për shembull sakrifica e Jasharit. Mirë po çka ka ndodhur, Mërgem? Kur i kum shprej këto, kur i kum spikat në për Facebook, në për internet, në për YouTube, kanë dalë disa gazetarë kanë thonë, këshiri këto radikalcat dojnë me përfitu nga familja e Jasharit. Që nuk ka e vërtet. Ne nuk dojmë me përfitu nga familja e Jasharit. Ne dojmë me tregu që familja e Jasharit janë shembull, për pos që janë shembull Omer ibn Hatabi, sahabita në kënet, të mesin e shqiptarëve kemi shembull, ja këta. Kështu që kisha pas dëshirë me folë për këtë temë për familjen Jashari. Pikpamja jote. Unë e di, si thashë edhe na në Prekaz, gjitha familjet kanë pos fetar, kanë pos haxhi, vetë Shaban Jashari ka qenë medresant, edhe ka qenë edhe mësues edhe kanë largu me so e di unë prej shkollës pse ka qenë fetar, ka qenë medresant, ose komunizmi ka qenë kundër fejs në përgjithësi. Ne i shumë familjen Jashari me respekt, sepse edhe kombëtarisht, po edhe fetarisht kanë respektu gjithmonë edhe kombin edhe fen, edhe nuk kanë pas qysh me dalë ndryshe për Shaban Jasharit, edhe sepse ai edukimin, arsimimin ja ka dhënë të tillë, dhe normal me respekt ndaj adheut, ndaj familjes, ndaj gjeneratave të reja. Dhe unë e shoh edhe gjeneratën e re vinë folin xhamon, vinë shkojnë edhe folin Bajramin, domethënë respektojnë fen, dhe kjo për krenari, domethënë si familje që kemi në kombin tonë shqiptar, që respektojnë, janë shembull, dhe absolutisht unë besoj që secili ka ndoshta pikpamjet e veta se si mi përshkru, po ne vetëm për përshkruajmë ato që janë. Çfarë që janë? Nuk po thoj më zot tjetër. Edhe besoj që është ndoshta në misionin e tyre me kundërshtu, por është gabim, sepse ne nuk mund me bë vetin arab, ne jemi shqiptar, nuk mund me bë as dikan serb, pse mund me fol ne ndoshta ne mendësinit njëjtë, po besoj që ne sigurisht i kritikojnë sepse për kanë mendësinë e njëjtë, por është ajo pjesa e trungit familjar që e bën. Po ndonjëherë më mirë me kohë i etnisë tjetër edhe me pritë se so me kohë shqiptare me fol njëjtat qëndrime. Ne jemi si tash krenar që kemi familje që kanë dhënë kundërbët vazhdimisht, edhe kanë pas formësim edhe fetar. Kemi pas, domethënë, nga lidhja e Prezerenit, kemi pas kemi pas hoxhallar që kanë jap kontribut për edhe në luftën e fundit në Kosovë, për shembull. Ka qenë domethënë imami nga Buroja që ka mshef edhe armatimit domethënë përfuni nga fshati Buroj. Nga fshati Buroj. Fshati Hashim Thaçit. Fshati Hashim Thaçit. Dhe mas xhumas ka thonë na kemi obligim me luftu, merrni armët dhe armatosni sepse kemi obligim. Domethënë besoj kanë qenë shembull që do të më pri për më mbrojt familjen dhe kombin në këtë drejtim. Edhe më vjen mirë që familja Jashari tash është edhe identiteti i kombit shqiptar. E vërtet. Adem Jashari përndishe ka qenë i afërt shumë me babën tanë Samir Lëshat. Ka qenë shok, me thonë ngusht, unë kujtoj kur vike Adem Jashari me maturin e tij të famshëm. E mamën ti Adem. E mamën, domethënë se deri në 8 vjet so kom qenë në Prekaz. Moshën 8 vjeçare. E kom mend, domethënë kur vike sidomos kohën 7 vjeçare, 8 vjeçare me motor kanë pas konsultime mes njëri tjetër sigurisht ato çështje që unë nuk kuptua kohën kur kam qenë atëherë.
Ne bile kam një foto në motorin e tina, unë vllav, baba, Adem Jaqore na ka qitë në foto. Ai mu ka fotografu? Po, ai na ka fotografu. E tash e mojnë në kujtim edhe ma shumë, sepse historia tash sigurisht e ka qitë sipërfaqe edhe ma shumë kontributin e tina për atë dhej. Interesant është se edhe në foto ai ke pa, domethënë Samuel Ushtaku, Adem Jaqari. Domethënë edhe në për foto shumë. Në janë kanë bashkë ata. Allah i shpërblet për kontributin. Ata realisht na dim shumë mirë se çdo kënd, sidomos kur Serbia kishte çdo kënd njerëz të vet. U dosh ministër nga një celul shumë e besueshme. Dhe besoj është e mirë kuptueshme që kanë qenë këtu familje edhe kombëtare dhe fetare, që kanë qenë edhe në afërsi me njërin tjetrin, që me rujt mos me dal asnjë informat. Edhe në një fshat, domethënë Prekaz, ka me Laskudrën, me Adem Jaqarin, domethënë Sajt Jaqari, Musa Jaqari, gjithë ta emra, Jetullah Geci, pastaj e tjerë mos hyjmë me emra, po kanë qenë domethënë në bashkëpunim prej rinie, kanë qenë aktiv, nuk kanë qenë rastësisht bashkë dhe nuk është rastësisht që është themelu nga ta dhe ushtria shqiptare e Kosovës. Si keni raportet tash me këto nipat e Jaqarëve? Janë rritë tash apo? Në rritje bo burra do më të mëdhej se vëne, mirë, sigurisht na i kena dinamikën e vet, tonë ata kanë dinamikën e vet, edhe në përgjithësi kemi komunikim të mirë, sigurisht ata nuk janë tashmë aktiv në politik, por kemi raporte të mira dhe po më shumë jemi të angazhuar këtë pjesën politike, ka ras fëmijët tonë speshohëm angazhim çika e vogël amra ka emrin edhe thot bab nuk po të shëmët, është mirë me orë më shpesh. Sa fëmijë ke më gjithë? 4, një djalë edhe 3 vajza. Mashallah. Allah i rujt inshallah. Pas që hinat hadithin e pejgamberit, ku shiko 3 vajza dhe kujdeset, e fiton xhenetin. Inshallah. Vajz ne dina shumë mirë që edhe nga mësimet fetare që kush e uzon një djalë, e ka uzuar një individ, kush e uzon një vajzë, e ka uzuar një shoqëri. Kuptimin na një që uzimi është prej Zotit, po kuptimin e edukimit, dhonës të moralit, edhe djalit edhe vajzës, sepse me të vërtetë është shumë e rëndësishme edukimi i gjitha gjenive, po i vajzës edukon familjen ajo është. Mu kujtohet që fset njerë me një ders dhe ke djalit sa dush kallëzoj ders. Aja është qaj, ajde mërë vesh. Smër vesh dhe me... një vajzës mi kallëzu atë të moj ke eduku një shoqëri se do. Me mërgjem Allah i trujt inshallah.